Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e Virgjëreshës për muajin maj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Virgjëreshës. Dhe shohim se si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjinë e shenjës së luanit. Por ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Në lidhje me pjesën e personave që janë në një njohje, shoh që dëshironi të investoni te ky person. Ndoshta është një person që ju keni investuar dhe më përpara, ju keni ngecur në mendime në lidhje me këtë person dhe ju shoh që jeni të lumtur që do filloni përsëri të investoni në lidhje me dashurinë flasim. Ndërsa për gjithë ata që janë në marrëdhënie, ju do mendoni për të investuar te fëmijët tuaj për një pjesë prej jush, ose ju dëshironi të investoni në shtëpinë tuaj, në marrëdhëniet tuaja në çift, por keni ngecur në mendime negative në lidhje me diçka. Gjithsesi, unë rrugën e shoh të hapur, janë thjesht mendimet tuaja, por më tepër e shoh të lidhur shumë e me pjesën e fëmijëve. Është një fëmijë që ndihet shumë i lumtur, ndoshta ju investoni te ky fëmijë dhe ndoshta keni ngecur në mendimet tuaja për t'i dhënë një drejtim fëmijës tuaj, ose ju mund të ketë zgjedhur fëmia tuaj mund të ketë zgjedhur diçka në jetën e vet për t'i dhënë drejtim, ndoshta në lidhje me studimet, me punën, me dashurinë, me familjen, dhe ju keni ngecur pak në mendime negative. Gjithsesi, nuk ka asnjë gjë nga gjërat që ju mendoni, sepse rrugën e shoh të hapur. Një pjesë tjetër, dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja në punë, ose ju do kërkoni një ritje rroge, ose në rastin tjetër mund të jeni duke kërkuar një punë të dytë për të shtuar të ardhurat tuaja. Dhe jeni duke menduar negativisht në lidhje me këtë gjë. Ju mendoni se s'po ecën, nuk po gjeni një punë ose diçka tjetër. Gjithsesi, unë shoh që ju do ndjeni të lumtur, sepse diçka do vi drejt jush. Ju shoh që do keni sharm gjatë kësaj periudhe, do ndjeni vërtet të lumtur në lidhje me gjërat që ju rrethojnë. Por në rastin tjetër, kjo mund të ketë bëj edhe me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush, ku ju keni dhënë një shumë parash, duhet jepni dhe një shumë tjetër, dhe ju shoh në udhëtime. Ose një pjesë tjetër mund të vinë dhe fëmijët tek ju, ose ju të shkoni te fëmijët tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe këtu kemi 2 teta, në fakt se tani e vura re, por teta është numër fati, është numër që sjell bollëk, prosperitet. Dhe java e dytë, ju jeni në energjinë tuaj këtu, të shenjat e tokës, energjitë shenjave të ajrit, por dhe energjia e shenjës së dashit. Ose ju mund të keni një ascendenten ose hënën, por mund të keni dhe lidhje me këto shenja. Ju shoh që jeni në një pozicion mbretëror. Ju jeni duke menduar seriozisht se si t'i jepni drejtim një njohje që keni lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Dhe do merrni iniciativa në lidhje me një person, ose është një person që do marrë iniciativa në lidhje me ju. Mund të keni kaluar dhe vështirësi me këtë person. Në rastin tjetër, ju shoh që do mendoni ndoshta edhe të pushoni me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, duke shkuar në një vend me ujë, por ndërkohë do ndiheni shumë entuziast në lidhje me këtë, do jeni karizmatik gjatë kësaj jave, dhe shoh që do jeni ju që do ta merrni iniciativën për të shkuar diku.
Për pjesën tjetër, ju do jeni duke menduar shumë fort në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe do t'i jepni një drejtim më të mirë, duke i menduar gjërat mirë, punës tuaj, partneriteteve, bashkëpunimeve të ndryshme ose karrierës tuaj dhe ju shoh me iniciativa por dhe me kontrata të rëndësishme. Një pjesë tjetër, mund të jenë kontrata pune, mund të jenë kontrata shtëpie, mund të jenë kontrata në lidhje me bashkëpunime, me projekte të rëndësishme, por ju shoh të vendosur dhe jeni përsëri këtu në një pozicion perandor ju shoh. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, për gjithë ata që kanë të bëjnë me pjesën e dokumentave, dhe aty ju do merrni iniciativa, ndoshta mendoni për pjesën e parave që do jepni në lidhje me dokumentat dhe do merrni iniciativa për t'i filluar gjatë javës së dytë. Gjithsesi, është një javë me iniciativa, është një javë që po mendoni shumë seriozisht se si t'i jepni drejtim edhe anës tuaj ekonomike për të vënë një rregull dhe ju shoh që do ndiheni edhe entuziast në lidhje me këtë gjë. Por shoh dhe kontrata të ndryshme gjatë javës së dytë. Është një javë shumë e mirë dhe shohim javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që nuk e di pse ndjeni pak të pakënaqur, ju keni investuar shumë në një njohje, sepse shoh edhe këtu që ju dëshironi të investoni përsëri te një person, sepse keni ngjesur në mendime me këtë person dhe dëshironi të jepni drejtim situatave, por shoh që ju keni dhënë shumë dhe keni marrë shumë pak nga ky person dhe do ndjeni pak të pakënaqur në javën e tretë. Gjithsesi, shoh që ju do t'i vini qëllime vetes në lidhje me emocionet tuaja që keni. Ndoshta për t'i çuar gjërat para ose ju do t'i vini qëllime vetes që ju të mos investoni më kaq shumë në një njohje ose lidhje ose marrëdhënie. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju keni punuar, jeni lodhur i shoh, por do keni ide gjatë kësaj periudhe, do keni qëllime në veten tuaj në lidhje me kontrata të ndryshme që do nënshkruani gjatë javës së dytë. Dhe ju shoh që do merrni lajme të mira, por shoh dhe një çlirim edhe në lidhje me situata pakënaqësi që mund të keni edhe në lidhje me anën ekonomike. Sepse ju shoh që keni punuar shumë, një pjesë prej jush jeni shpërblyer shumë pak, ndërsa për pjesën tjetër ndoshta ju keni arritur në një pikë që mendoni që tani duhet të bëj diçka ndryshe. Nuk duhet vazhdoj duke bërë të njëjtën punë, por të bëj edhe diçka tjetër. Dhe ju shoh që do keni ide dhe do keni qëllime në veten tuaj në lidhje me idetë që do keni. Ndërkohë, shoh një çlirim shpirtëror në lidhje me ju. Do keni shumë pasion gjatë kësaj jave, por ky pasion do jetë edhe në lidhje me romanca, flerte që mund të keni ose edhe me pasionin që do keni gjatë kësaj periudhe. Dhe vazhdojmë me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh që mendoni përsëri jeni te energjia juaj, energjia e tokës, përsëri energji toke dhe energji zjarri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën edhe në këto shenja, në shenjat e tjera të tokës. Ju shoh që po mendoni shumë seriozisht, por një ëngjëll mbrojtës sikur ju mbështet. Ju sikur jeni mbledhur brenda vetes tuaj, ju shoh që bini pak të trishtuar duke menduar rreth njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve dhe ju shoh në dilema, sikur nuk dini çfarë të bëni ose nuk dini çfarë të zgjidhni. Mund të jeni dhe midis dy personave gjatë javës së katërt, por ju shoh që po tregoni dhe shumë mbrojtës. Jeni shumë luftarak ju shoh më tepër në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, jeni luftarak, po jeni dhe mbrojtës. Ju ndoshta do keni pengesa në lidhje me një person dhe do t'ju duhet që ju të bëni të pamundurën për të arritur te ky person. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, ju mund të jeni midis punës dhe familjes dhe kjo gjë ju fut pak në dilema. Do jeni duke menduar se si të stabilizoni këto situata, sepse shoh që aty do hasni disa pengesa në marrëdhëniet, në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, por gjithsesi ju do arrini t'ja dilni.
për të sqaruar situatat dhe për të vendosur një rregull edhe në familje ose në shtëpi. Ndërsa për pjesën tjetër, gjithë ata që janë midis dy punëve, dy situatave, dy çështjeve të ndryshme. Këto çështje mund të kenë të bëjnë dhe me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush, një pjesë tjetër mund të jenë çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj dhe ju ndjeni në dilema, nuk dini çfarë të bëni. Por shoh që ju do t'ja dilni edhe në lidhje me këto situata që mund të keni si në lidhje me fëmijët, por dhe në lidhje me dokumentat. Do keni disa pengesa, por gjithsesi deri në fund të muajit ju do t'i përballoni me sukses pengesat që do keni. Është një muaj fantastik. Gjithsesi do keni ulje ngritje gjatë këtij muaji, por jo se është muaj negativ, sepse ju shoh që ju do investoni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju shoh që do keni sharm, do ndjeni të lumtur, thjesht dilni nga ato mendimet negative, ndërkohë ju shoh në një pozicion të favorshëm, në një pozicion mbretëror, me iniciativa, në lidhje me gjithçka, me dashurinë, me punën, anën ekonomike, me fëmijët tuaj, me shtëpinë. Do t'i jepni drejtim situatave, por gjithsesi shoh edhe një çlirim shpirtëror. Ju do harrini të dilni nga dilemat, duke i dhënë zgjidhje situatave të ndryshme që ju keni. Dhe marrim dhe një mesazh nga angjëjt. Dhe kemi numrin 21, dhe është karta e botës. Dhe ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Gjithsesi, ju shoh nëse keni kaluar vështirësi, ka qenë një lloj karme për ju. Dhe ju thotë, ju keni bërë një punë të mirë, thotë. Gëzimi dhe hareja do t'ju rrethojnë gjatë kësaj periudhe, duke bërë këto fillime të reja. Dhe gjithçka rreth jush do shkëlqej, dhe kjo ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër, pavarësisht situatave që mund të kaloni ose ulje ngritjeve që mund të keni. E rëndësishme është që ju e mbyllni një cikël të vështirë gjatë këtij muaji, çliroheni nga situata emocionale, por dhe me situata të tjera që mund të keni pasur, sepse ju vërtet keni bërë një punë të mirë për të arritur dhe për të çliruar, por dhe për të mbyllur këtë cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri. Dhe ky cikël i ri është në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në një rast tjetër mund të jetë në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme, me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me dokumentat dhe për të vënë një rregull ashtu si ju dëshironi. Gjithsesi ju presin gjëra të lumtura përpara. Kjo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri që afishohet i WhatsAppit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një muaj sa më të mbar edhe për ju.